Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të shikojmë energjinë e përgjithshme të fokusuar tek dashuria e tarotëve. Pra, që do jetë fokusuar tek dashuria. Kemi 2 paketa tarot dhe secilës do t'i vendosim një person, pra personi që jeni ju dhe personi tjetër. Pra në një lidhje dyshe të dashurisë. Do të marrim ju dhe personin tjetër. Dhe kemi. Në tonë ju, pra si është energjia tek ju. Dhe pastaj te personi tjetër. Me radhë. Pra si është lidhja tek ju. Çfarë energji keni? Jeni pak të menduar. Jeni pak të menduar tek kjo lidhje që keni? Dhe prisni gjithmonë që të merrni mesazhe nga personi që doni. Ju e shikoni personin tuaj, të dashurën tuaj, si një mbretëresh të bollokut shpirtëror dhe financiar. Jeni larg midis njëri tjetrit. Kjo është një femër thot shumë e fuqishme që qëllimet e saj do t'i çojë deri në fund. Pra për ty gjithmonë shikohet me një femër shumë të fuqishme, shumë femër me energji pozitive. Në lajm i papritur, shumë i befasishëm, në jetën tuaj, nga ky pëllumb i paqes, që do të transformojë jetën tuaj në çdo aspekt, dhe te dashuria, do të keni një ndryshim total në lidhjen që ju keni. Kurse nga ana e femrës, pra personi tjetër që keni në lidhje, është person shumë i drejtë. Është një person i drejtë, si ky gjykati, që ka shpatën e drejtësisë dhe peshorën, e di të peshojë gjërat i vërë në ekuilibër. Është një person që në jetën e tij ka pas kupa të mbushura me njerëz pozitiv, por dhe me njerëz me maska, me njerëz jo të pastër. Problemin ky person e ka tek pjesa e bollokut. Do gjithmonë që të ketë një ndryshim te kjo pjesë e bollokut, sepse punon dhe të ardhurat që merr nuk e justifikojnë punën që bën. Është një person si mbretëresha e monedhave, një femër intelekte e dashur që fal dashuri pa kushte, pa kompromis, pa interes. Është një person që do të ndihmojë, është një person pozitiv që do të ndihmojë në këtë lidhje. Shpeshherë reflekton dhe mediton për të folur me botën e saj të brendshme, me atë pjesë të subkonsciencës që ka në veten e saj. Është një yll polar i cili ndriçon këtë femër, ky yll polar, bashkë me yjet dimës, për perspektiva të ardhmes në jetën e saj dhe të tënde. Pra, nga të dy anët kemi lajme fantastike, nga ana jote keni këtë lajm të papritur, të befasishëm që vjen në jetën tënde, dhe nga ana e personit tjetër kemi yllin polar bashkë me yjen dimës që ndriçojnë perspektivën e të ardhmes. Pra keni një ndriçim në këtë jetën tuaj, keni një lajme të papritura që do të transformojnë këtë lidhje që ju keni të dy në jetën tuaj. Kjo ishte energjia e përgjithshme e fokusuar te dashuria për 2 persona. Faleminderit shumë, miqtë e mi.